kur e ka zbrit Allahu Azza wa Jalla ajetin që thot ata jahudita dhe të krishterët i kanë marë prirësat e tyne, imamat e tyne si zotra. Ka thënë Adi ibn Hatim, ky ka njëri prej muslimanëve që përpara u kanë njës shumë i mirë i dinit tyne, jahudive. Ka thënë ja Rasulullah, na nuk i kena adhuru imamat tonë. E ajeti po thotë që ju i keni adhuru imamat e ju. Në atë kuptimin, s'qaro ma këta. I ka thonë Muhamedi a.s. këta imamat e ju, prirësat e ju, kur ja u kanë bo halal diçka që Allahu e ka bo haram, a i keni pasu imamat, edhe pse Allahu ka thonë kjo është haram, ata kanë thonë po, kjo është halal, a i keni pasu, ka thonë po. Edhe në kundërtën, kur Allahu ka bo diçka halal, e këta kanë thonë që është haram, a i keni pasu imamat, apo a keni pasu ato që ka njehni për libret, ka thonë i kena pasu imamat. Ka thonë Muhamedi a.s. kjo është adhurimi i tyne. Kjo është adhurimi i tyne. I pason edhe pse ta bojnë halal ato që Allahu Azza wa Jalla ka bo haram. Për shembull natash, krejt e dim që Allahu Azza wa Jalla thot kamata është haram. Edhe del dikush edhe thot kamata është halal. Edhe njerëzit i shkojnë për mas, edhe pse e din që kamata është haram. Mi po i pasojnë imamat e tyne. Që me batash, tash i pjen që e basi kur ata, one nuk po tham që e basi kur ata. Por shkak se kështu si thuhet besimtarit, mirë po i thuhet më rujo, se kështu ata kanë deviju, kështu që ka mundësi edhe ti me deviju. Mos ju përngjaj aty në asnjë vepër. Elhamdulillah Rabbil Alamin, ti e besimtar, mirë po mos e paso kur kanë në ato që Allahu Azza wa Jall e ka bo haram. Edhe pse thot dikush halal, mos e paso, pa pas argumente shumë qarta.